Grupi parlamentar I VMRO-DPMNE së bashku me deputetët e koalicionit Vlen dhe Znami dorëzuan në kuvend rezolut me të cilën dënohen manipulimet e opozitës dhe konfirmohen politikat kundër migrimit të paligjshëm. Këtë e bëri të ditur koordinatori I VMRO-s Nikola Micevski. Siç tha ai, rezoluta jep fund të gjitha spekulimeve dhe manipulimeve të rreme me pranimin e supozuar të migrantëve dhe ndërtimin e kampeve për migrantët në vend, ndërsa shtoi se dokumenti përbëhet prej 9 pikave. Pas përhapjes së lajmeve të rreme, të pavërtetave dhe manipulative nga LSDM, VMRO-DPMNE si parti shtet ndërtuese përgatitin një rezolut me të cilën I japin fund një herë për gjithmonë temës së shpikur të migrantëve nga LSDM. Me këtë rezolut, konfirmojmë se qeveria dhe parlamenti nuk do të lejojnë kur negociata për migrantët. Qytetarët duhet të jenë të sigurt. VMRO-DPMNE kujdeset për sigurinë e njerëzve. E nga LSDM kritikuan pushtetin duke thënë se në vend që të qëndrojnë me ta, pushteti ka paraqitur kundër rezolut. Migranti Zapari kundër protesta, kundër rezoluta, lajme të rreme, kërcënime me paraqitje penale, njëjtë si në kohën e Nikola Gruevskit, me kundër rezolut DPMNE Znam e vërteton atë që LSDM me ditë po flet. Ekziston marrëveshje migrant për para. Kryeministri Kristian Mickovski një ditë më parë I bëri thirrje prokurorisë që të veprojë mbi deklaratat e opozitës së LSDM lidhur me çështjen e migrantëve, duke vlerësuar se me to po krijohet shqetësim dhe panik tek qytetarët.